Ngushëllime për papën, për ty 17 vjeçar që vare veten, nuk kemi kohë. Papa Francesku nda nga jeta në moshën 88 vjeçare, një lajm i hidhur për botën e krishterë dhe jo vetëm. Sot në rrjet vërshuan mesazhet ngushëlluese promocionale. Kushdo politikan që kishte një foto me papën e postoi menjëherë. Kryeministri Rama sapo kishte marrë vesh lajmin, kishte ndërprer fjalimin dhe kishte hequr kapelen me numër 5 në shenjë respekti. Nuk ka lajme nëse edhe Berisha e hoqi kapelen me numër 1. Dje i dha fund jetës një 17 vjeçar në Gjirokastër, u vetvar në shtëpi. Ai jetonte me nënën dhe me 2 motrat e tij më të vogla. Baban e shikonte rrallë, pasi punonte si kuzhinier në një anije në Greqi. E mungonte për periudha të gjata në shtëpi. Mediat raportojnë se 17 vjeçari po kalonte një periudhë vështirë psikologjike. Ai kishte shfaqur shenja të izolimit dhe melankolisë, megjithatë nuk ndodhej në ndonjë trajtim të rregullt mjekësor. Djali kishte paralajmëruar aktin tragjik, duke i rrëfyer situatën disa prej shokëve më të afërt. Ndërsa në banesë janë gjetur edhe disa shënime ku i kërkon ndjes prindërve, mësuesve, psikologës, që e ka trajtuar dhe miqve për shqetësimet që mendonte se kishte shkaktuar. Ngjarja e rëndë vjen 2 muaj pasi një bashkëmoshatare e tij në të njëjtën shkollë u vetvran në të njëjtën mënyrë. Askush nuk e hoqi kapelen e as ndaloi fjalimin për atë djalë. Askush nuk i dërgoi një mesazh familjes së të miturit. Askush nuk foli një fjalë për problemet sociale me të cilat përballet gjenerata e fëmijëve dhe adoleshentëve të sotëm. Në një shoqëri të traumatizuar, fëmijë të rritur pa prindër e me prindër që i shikojnë një herë në vit si pasojë e emigracionit, në një shoqëri ku ilaçet qetësuese në farmaci shiten më shumë se byrekët në fura, nuk flitet kurkund për këto probleme. Qeveria është shkëputur nga sipërfaqja e tokës me kohë dhe është në orbit tashmë. Prindër, ju që keni mbetur ende këtu, para se të mbushni sheshet e mitingjeve, të këndoni apo të ziheni në rrjet me njëri tjetrin për interesat e atyre me kapele, ktheni syt nga fëmijët tuaj. Flisni e kuptoni se çfarë problemesh kanë ata e përpiquni t'u qëndroni pranë. Nga Mentor Kikia.